Nga stacioni policor në Podojev thuhet se kanë iniciuar 4 raste ku ka pasur konfiskim të armëve dhe arrestim të personave të mitur për armbajtje pa leje. Ndërsa në drejtorinë rajonale të Ferizajt, nga janari deri në maj 2025, janë iniciuar gjithsej 8 raste, 5 për armbajtje pa leje dhe 3 raste për posedim të narkotikëve. Ndonë se jo për postime në Snapchat, për postim të armëve në rrjetet të tjera sociale në Gjilan janë iniciuar 2 raste. Pas bastisjes në shtëpit e të dyshuarve, policia ka konfiskuar armë të tipit të ndryshëm. Drejtoria rajonale e policisë në Gjakov kanë thënë se deri më tani nuk posedojnë informacione konkrete për ekzistencën e grupeve të organizuar të fëmijëve apo adoleshentëve që postojnë armë apo substanca narkotike në rrjetet sociale, përkatësisht në Snapchat. Por ka thënë se në Malishev kanë trajtuar 2 raste ku të miturit kanë postuar armë në rrjetet tjera sociale. Në rastin e parë janë identifikuar 4 të mitur që kishin publikuar në TikTok fotografi me armë të ftohta, siç janë boksi i hekurt dhe thika. Në rastin e dytë është identifikuar një i mitur që kishte postuar në Facebook një fotografi me armë zjarri. Nga stacioni policor në Pej dhe Prizren kanë thënë se nuk kanë informata dhe nuk janë duke hetuar ndonjë grup të tillë, ku fëmijët postojnë armë dhe narkotik. Sidoqoftë, betimi për drejtësi ka identifikuar grupe që janë edhe nga Peja edhe nga Prizreni, ku postojnë armë dhe narkotik. Por si do të trajtohen tutje këto raste nga policia dhe prokuroria, mbetet të shihen. Prokuroria themelore në Pej përmes një përgjigje me shkrim kanë thënë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë rast të trajtuar të ekspozimit të armës me foto ose video në rrjetin social Snapchat nga të miturit. Megjithatë, thonë se pyetjet e adresuara nga betimi për drejtësi do ju shërbejnë si informat që bashkë me policinë e Kosovës të jenë vigjilent dhe të monitorojnë këto rrjete sociale ku të miturit mund të ekspozojnë armë. Prokurori Peci thotë se rastet kur fëmijët po e ekspozojnë fenomeneve negative në internet janë në rritje. Unë jam Mitrovic, prokurori vetëm në departamentin për të mitur edhe shoh saktësisht se sa është rrit numri edhe përqindja e rasteve të kryera nga ana të miturit. Cilët janë faktorët? Faktorët mund të jenë të ndryshëm të rritjes së kriminalitetit, jo vetëm të veprave penale kundër armëve ose kundër narkotikëve, mirë po edhe veprave tjera penale. Në përgjithësi, përqindja e rritjes numrit të adoleshentëve dhe të miturve që kryejnë vepra penale është në rritje e sipër në krahasim me vitet e kaluara. Njëri prej faktorëve janë, domethënë, absolutisht rrjetet sociale të cilat mos kontrolli i tyre, mos me thonë dështimi nga ana e familjeve, mirë po mos kontrolli nga ana e familjeve në raport me fëmijët e tyre, që t'i kontrollojnë se çka po shikojnë. Ju e dini që rrjetet sociale përmbajnë elemente të dhunës, elemente video të cilat postohen, e që mundën me pas rol negativ në zhvillimin e të miturit edhe mundën me ndiku që i njëjti potencialisht nesër me kry një veprim të kundërligjshëm.